Drejtoresha e përgjithshme e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, nëpërmjet një video mesazhi, uroi Bankën e Shqipërisë me rastin e 100 vjetorit. Ajo shpreh se vendi është përballur me goditje ekonomike, ndryshime politike dhe ndikime të zhvillimeve globale, por sërish mbetet i qëndrueshëm, ndërsa nënvizoi edhe sfidat që presin vendin. Ky përvjetor shekullor i Bankës Qendrore nuk përbën vetëm një rast për të festuar jetëgjatësinë e saj, por gjithashtu edhe një testament të reformimit të qëndrueshëm të institucionit dhe vizionit të tij. Banka e Shqipërisë ka pasqyruar evoluimin e vet shtetit shqiptar. Vendi është përballur me ndryshime politike, goditje ekonomike dhe ndikime të zhvillimeve globale, duke pasur në krah Bankën e Shqipërisë gjithmonë të përkushtuar për të ruajtur stabilitetin, besueshmërinë dhe besimin e publikut. Sot, Shqipëria renditet midis vendeve me rritjen ekonomike më të shpejtë në Evropë. Rrugtimi i Shqipërisë na ofron një mësim kyç. Pavarësia e bankave qendrore është shumë më tepër se një teknikalitet formal. Ajo është gur themeli i qëndrueshmërisë kombëtare. Me vështrimin nga ardhmja, Shqipëria përballet me sfida të tilla si fragmentimi gjeopolitik në rritje, transformimi i shpejt digjital, roli i inteligjencës artificiale dhe zhvendosjet demografike. Shqipëria është vendosur të bashkohet Bashkimit Evropian dhe ka bërë përparime të qëndrueshëm drejt këtij objektivi. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë ka një rol thelbësor të përkushtuar dhe me vizion të qartë në këtë rrugë sfiduese. Ndërkaq, presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, u shpreh se Shqipëria është përballur me sfida dhe vitet e fundit, por ka dalë fort prej tyre edhe fal veprimeve të bankës. Ngjarjet e rëndësishme të shekullit të 20, nga luftrat botërore deri në vendosjen e komunizmit në lindje, të gjitha përfshin Shqipërinë e institucionet e saj. Por një nga ndryshimet më të thella për Bankën Qendrore erdhi me tranzicionin të realizuar drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut në fillim të viteve 90, gjatë të cilit inflacioni u rrit shumë shpejt duke ta i kaluar 200% në vitin 1992. Banka Qendrore u përball me një nga sfidat e saj më të mëdha, rivendosja e stabilitetit monetar dhe eci para duke u përballur drejt për drejt atë sfidë, duke rritur ndjeshëm normat e interesit për të sjellë normat reale në territor pozitiv me qëllim uljen e inflacionit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se këto ishin vite të lehtë, as pak. Shqipëria përjetoi goditje gjatë kësaj periudhe. Për shembull, kriza financiare globale i la bankat e mëdha me kapital të huaj në vend me një nivel të lartë të kredive me probleme. Pavarësisht kësaj, Shqipëria doli më e fortë nga këto sfida, pjesërisht fal veprimeve të Bankës Qendrore për të ruajtur stabilitetin financiar ndër vite. Gjithashtu, në fillim të këtij viti ka nisur zbatimi i masave makroprudenciale për të kontrolluar rreziqet e mundshme që mund të vinë nga tregu i banesave. Dy drejtueset e nivelit të lartë theksuan se institucionet e tyre do të vijojnë mbështetje ndaj Shqipërisë.